29 dhjetor 2025, jemi në ditën e hënës. Pikimet më dominante të kësaj dite do të jenë këndet negative të Mërkurit. Këto mund ta bëjnë shtimin të papërgjithshëm. Periudha ku duhet të jemi edhe më të vëmendshëm është midis orës 7:03 deri në 8:02, sepse hëna do të jetë në zbrazëti përpara se të kalojë tek shenja e temit. Gjatë kësaj periudhe, si gjithmonë, duhet jemi të kujdesshëm, sepse kemi një përqendrim vërtet shumë të ulët. Mund të jemi më të hapur ndaj incidenteve, ndaj problemeve, apo në disa raste të aksidenteve. Pra të përmbajmë asaj që dim dhe të mos marrëmërisë të panevojshme, si gjithmonë, është e këshillueshme. Ndërkohë që mbasditja do të jetë me tone shumë më të lehta, do të na bëjnë shumë më tepër të hapur ndaj emocioneve pozitive, si do të ndikojnë në mënyrë pozitive edhe në moralin tonë. Gjitha gjërat që kanë rëndësi dhe do një përqendrim dhe përkushtim më të madh, do të këshilloj që të lini pas orës 12 mesditës. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam astrologja Denisa Shyle. Faleminderit dhe mos harroni të më ndiqni për të marrë informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.